animator. Bufja! Gecko! Legend goes into the night so they can save the day. Who are these heroes to show you the way? PJ Masks for the PJ Masks. PJ Masks for the PJ Masks. 'Cause bedtime is the right time to fight crime. I can't think of a rhyme. PJ Masks for the PJ Masks. PJ Masks for the PJ Masks. PJ Masks! Heronjt me pizame kundër keqbërësve të bashkuar. Shikoni, ka një ekspozitër e. Ejani! Po! Wow! Mega guri hënor! Sa mirë, të shpresojmë që vajza Luna nuk e zbulon. Shumë vonë! Nuk mund ta lejojmë vajzën Luna t'i afrohet gurit hënor. Heronjt me pizame ja ku po vim! Drejt natës për t'i shpëtuar të gjithë! Nata në këtë qytet dhe një grup si patrëmbur me heronj është gati të përballet me ligësinë e urryer për të ndaluar ata. Po! Gregu bëhet Gecko! Po! Connori bëhet Ja animator. Amaya bëhet Bufe! Heronjt me pizame! Ka ndonjë gjë të dyshim të roboti me pizame? Armadilan? Shpejt, tek avioni i bufes! Sytë e bufes! Oh jo, Armadilan ka marrë mega gurin hënor! E vodhi Armadilani? Më duket se po. Dhe ninja i natës e ka rrethuar. Armadilan! Çfarë je duke bërë? Po ju ndihmoj. Si ju duket ju? Duket si kur ti ke vjedhur mega gurin hënor. Po! Është e vërtet që ai hyri në muze dhe e vodhi. E pash të gjithë skenën unë. Çfarë? Jo, nuk është e vërtet. Pra, nuk e vodhe ti atë? Teknikisht, mendoj se po. Por, jo në mënyrë të keqe. Unë isha duke mbrojtur. Pa e mbroje. Ha! Nuk do të jes më një mirëbërës? Jo, unë jam ero. Njësoj si ju. Vetëm se heronjt nuk vjedhin gjëra. Nuk është ashtu, sinqerisht. Ninja i natës dhe vajza Luna po punojnë bashk. Ata duan të marrin gurin hënor. Prandaj unë mendova që ta merrja. Unë nuk e di. Ka diçka që nuk shkon. Shikoni, nëse nuk më besoni, merreni pra. Ka frikë se jo. Mega guri hënor është imi. Imi. Prisni sa të shihni se çfarë mund të bëj me të. Vajza Luna, Ju thash pra, Duhet ta ndalojmë. një gjuajtjes të ishme do na ndihmoj. Au! Gjuajtjes të ishme! Ninjalino, vraponi! Gjuajtja! Jo Armadilan, mos! Stu ishme! O, zot! bukur, të gjithë keqbërësit janë mbathën. U përpoqa ty tregoja, ata po punojnë bashk. Por, ja, nuk më besuat. Mirë, Armadilan, nëse në nëzitojmë mund t'i kapim. Nuk e marrim dot avionin e bufes. Kjo ndodhi pa dashje. Thjesht doja të iqa ngjitsin. Por përse e vodhe gurin hënor fillimisht? Nuk e bëra. Pse nuk më besoni mua? Çfarë vlere ka? Po iki më mirë. Wow! Armadilan, prit! Djema! Vajza Luna është duke ja mbathur. Nuk mund ta lejojmë të mbaj gurin hënor. Merremi me Armadilanin më vonë. Forca! Do të hipash në kurrizin tim? Po! Mbahu! Super specia Macoku! Juhu!
Qenka. Oh, mos! Janë heronjt me pijame. Thash, oh jo! Janë heronjt me pijame. Ky është sinjali. Ndoshta këtë herë do të fitosh mjeshtër. Sigurisht që do të fitojmë. Është plani im. Le të shpresojmë që vajza Luna dhe ninja i natës nuk do e prishin. Ej, e dëgjova atë. Gjithçka gati? Sepse janë duke ardhur heronjt me pijame. Të bie në kurthin ton që të luajmë ne. Tani, të super karikojmë gjithçka me Mega Gurin hënor. Ti merr pajisjen e erës së keqe dhe këtu ke mjetin e shtypjes. Dhe për ty ninja i natës, rrezja ime nga dalsimit. Ki kujdes, është e ndjeshme. Djali Mace nuk do ta dish fare goditit. E po mirë pra Ninjalino. Më ndishti. Upsi, unë e bëra këtë? Hë? Robot, kthejet e laboratorit derisa të zbehet rrezja. Po, mjeshtër. Pastaj do të kapim Gekon. Edhe Romeo është i përfshirë? E dia që po kurdisin diçka. Kjo është mundësia ime t'i tregoj heronjve se mund të jemi mirëbërës. Stili i Armadillanit. Më kap nëse mundesh, pentushe. Oh. Po. Le të provojmë pajisjen me erë të keqe. Bufes nuk do t'i pëlqej kjo. Qëlloni! Herën tjetër sigurohu që ta ke drejtuar si duhet. Ha? Djali Macho, Gecko, keni kujdes. Jo! Hej, ku është bufja? Lëm gjitëse! Mbahu! Zjar! Kujdes! Duro dhe pak, Gecko! Do të shpëtoj unë! Një gjuajtje direkte. Tani shikoni këtë. Mjaf me kaq. Radha ime. Po, më në fund imposhta insektet me pijame. Do të thuash, ne, më në fund t'imposhtëm insektet me pijame. Pa shikojni, janë të pashpres. Asgjë nuk mund të më ndaloj mua, ne. Tani, më në fund mund të marrë kristalin tim dhe të shkoj në hën. Edhe unë mund të aktivizoj fuqinë e manit të misterit. Ora! Dhe unë do të pushtoj bazën, të riprogramoj robotin me pijame dhe të pushtoj botën. Thjesht pritsa të dalë që këtu. Nuk do t'i një dot. Kam frikë se askush nuk do të ndihmoj tani, buz hardhuc. Nuk do isha kaq i sigurt për këtë. Armadillan? Unë do e shpërqendroj. Vajza Luna, më duhet një megaflus kënore. Ninja i natës, bëj gati pajisjen e ngrirjes. E bona qën ka miku im I vjetër Armadillan. Sa po ju thoja që mund të na hyje në punë në grupin ton. S'ka shanse, nuk jam keqbërës. Por ti isha I që vodhe gurin hënor nga muzeu. Arsyeja pse e vodha ishte për të mbajtur vajzën Luna larg nga guri. Por fal teje, ne përdorëm mega gurin hënor për të mposhtur heronjt. Prandaj, mund të vish me ne. Ose e ke radhën ti. Po, nuk mendoj ashtu. Qëmimi rrotullues. Tani, vajza Luna. Baba. Edhe sa për të qenë të sigurt. Tani mund të pushtoj botën.
ma mendoni se jam keqbërës, po liroj Gekon, ti shpëto djali ma qok. Me një herë. Ha! Ha! Mirë, ky është butoni i rikthimit. Duro djali Machok. Për shpejtësia Machokut. Po! Të nxirru që aty, super shoku. Po! Oh, çdo keqbërës për vete! Faleminderit Armadilan, të kërkojmë falje që menduam se e vodhe ti gurin. E dia që do duke keq, por unë doja të ndihmoja. Sinqerisht. E po, u bëre hero atëherë kur duhej. Heroj me pijame për tisni ura. Sepse Armadilan i shpëtoi të gjithë. Tani, nëse më falni, dua të rrotullohem. E kuptuat? Djali Machok. Fufja! Gecko! Let's go into the night so they can save the day. Who are these heroes to show you the way? PJ Masks for the PJ Masks. PJ Masks for the PJ Masks. 'Cause bedtime is the right time to fight crime. I can't think of a rhyme. PJ Masks for the PJ Masks. PJ Masks for the PJ Masks. PJ Masks! Ujqërit e pashkëve. Pashiko, mua nuk më besohet që nesër është dita e pashkëve. Dhe gjuetia e vezëve të pashkëve. E dini çfarë do të ishte fantastike nëse nuk do më duhet të prisë një ditë të tërë dhe ta haja vezën time tani. Për kjo do ta prishte gjithë qefin e pritjes. Qefi dhe pritja nuk i përkasin të njëjtës fjali. Në rregull, klasa, tani do të mbledh vezët për t'i fshehur. Gati për gjuetin e mëngjesit. Mund ta ham që tani? Nuk është ide e mirë, Greg. Çokolata është vërtet e veçantë, por nëse ha shumë të bën dëm. E dini çfarë është e keqe për mua? Gjithë kjo pritje. Greg, po bën me hile. Jo, nuk është. Unë thjesht gjej rrugën më të shpejt nga vendi i fshehtë për barkun tim. Gjurmë putrash, ujqër në gjueti. Duhet jenë vënë pas vezës time. Dua të them vezëve të gjithëve. Herojt me pijame, ja ku po vim. Natës për t'i shpëtuar të gjithë. Nata në këtë qytet dhe një grup si patrëmbur me heronj është gati të përballet me ligësinë e urryer për të ndaluar ata. Po! Gregu bëhet Gecko! Po! Connori bëhet Djali Machok. Amaya bëhet Ufe! Herojt me pijame! E dia, rrezik nga ujqër. Ripi, ulëritësi dhe Kevin. Dima, pse nuk më lajmëruat për këtë? S'kemi kohë, duhet të vjedhim vezët me çokoladë. Po, të përdorim natjen. Hiqi putrat nga vezët tona. Tek mjeti Geckos. Nëse nxitojmë, mund të arrijmë atje përpara se të... Oh, jo! Ura! Një vezë me çokoladë! Po
dremite e hum. Vonove paguan. Shok, a mund të ndajmë në tre copa? Kjo do t'i mbaj me punë. Ndërkohë, le të gjejmë pjesën tjetër të vezëve dhe t'i fshejmë nga uqërit. Po, gjuajti vezësh. Gati? Përgatitu. Juhu! Filloni? E imja! Aha! Do të shtije në putrat e mia! Tani! Opo! Më të fortat fitojnë. Ulëritës, ajo nuk më duket si vezë. Më duket si... Qepe gjallë! Të staki vogël. Djali ma qok gjuan, a i shënon. Ma i miri. Bukur, i gjetëm të gjitha. Çdo vezë të shishme që të shkrin në goj. Një kafsat të vogël. Geko, jo! Vezë me çokoladë! Më falni, nuk arrita të prisja. Shpejt, djali Maçok duhet të shpërqendrojmë. Unë do të fut vezët brenda gatere e pasme edhe do t'i ruaj. Ruaj, jo haj. Mirë? Prit deri në mëngjes dhe do t'ja vlej. Premtoj që do t'ju shërbej edhe mbroj. Era e krahave të bubes. Moti për sot, erë me çokoladë. Ky moti po që më pëlqen. Fes gigante nga Johan! Jip, jip, Jam mirë. Mos u shqetësoni vezë, rini këtu ku ndodheni dhe do jeni të sigurta. Unë do kujdesem për të gjitha ju. Çdo vezë e shishme, me çokoladë, me sheqer e ëmbël. Urt, Geko. Bëre një premtim. Ruaj, jo haj. Prit deri në mëngjes. Oh, super vezë! Po! E imja! Ua hodha të dyve. 2, 4, 6, 8, tak, mos prit më. Çfar? Një patate? Ua! Djema, shikoni, janë herojt me pijame. Çfarë po kërkojnë ata? Kjo gjueti ishte një gjueti e gëruqërish. Dhe ju e hëngët këtë, truqime. Jo, ti e hëngre! Është e imja! Misioni vezëve u realizua. Edhe një kafsat tjetër. Geko, po ti na premtove. Çfar? Oh, jo, djema, më vjen shumë keq. Nuk e di çfarë më shkrepi në tru. Lotari çokolatash! Koha për një festë të gjatë me çokolata. Nuk e di se kur hashëm çokolata të bën keq? Heroj me pijame! Na lini të hym! Jo sa të kemi qimet në... kokat me koka-koke. Përgatituni për sulmin e tufës së uqërve.
Do të bëjmë uf dhe do të bëjmë puf dhe do të shkatrojmë shkollën. E pash në një libër që ëngra. Le të bëjmë uf dhe puf. Nuk me besohet që nuk funksionoj. Sigurisht që nuk funksionoi, ore trusar. Doli nga mendja jote. Jep, juhu! Shok! Jip, jip, au! Fantastike! Hungërima supersonike. Kjo nuk është e mirë për shkollën. Ky është I gjithë I tha im. Duhet t'i ndalojmë këta ujqërit. Nuk ka problem, Gecko. Mund ta bëjmë këtë. Bufja dhe Maçoku kundër hungërimës. Fuqia e hungërimës është shumë e fortë. E shkatërova gjutin e pashkëve për të gjithë. E gjitha sepse nuk prisja dot. Koha të bëhemi heronj. Vërtet, Gecko. Nuk ka kohë për një vakt tjetër në mesnat. Jo, koha për gjueti në mesnat. Ding ding, koha e darkës. Jip, 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 jip. Eimja! 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 Jam shumë mirë. Këtë poqe e quaj ushqimi shpejt. Gecko, ti ja dole. Ti hoqe dorë nga çokolata për të shpëtuar të tjerët. Heronjt me pijame për disni të gjithura. Sepse gjatë natës I shpëtuan të gjithë. Luna dhe ujshërit. Thesaret e hënës, po mendoni edhe ju ashtu si unë? Një super keqbërës mund ta shikoj këtë si një objektiv të reqës. Ninja I natës. Shaka, vajza Luna sigurisht është shumë e parashikueshme. Keqbërësit mund të na kapin gjithnjë në befasia Maja. Edhe mua më kanë kapur më parë, por shumë rrallë. Atëherë je me fat që jam këtu, sepse kam gjithmonë një plan. Edhe tani e kam një. Prit, po thua që e ke zbuluar që tani se si do të mundim vajzën Luna dhe pse ajo s'ka bërë akoma asgjë? Po? Heroi me pijame Jaku po vi. Drejt natës për t'i shpëtuar të gjithë. Nata në këtë qytet dhe një grup si patrëmbur me heronj është gati të përballet me ligësinë e urryer për të ndaluar ata. Po! Gregu bëhet Gecko! Po! Connori bëhet Djali Macor. Amaja bëhet Ufe! Heronjt me pijame! Tani çfarë të marr të parën? Kujti bie vjet. Luna po bën lëvizjen e radhës. Jeni dakord me planin tim? A mund ta përsërisësh edhe një herë? Sigurisht, gjatë rrugës, te avioni I bufes. Zall hënor I marrim. Hënë plot prejari e vjetër. Çfarë të marr? Si tua për asgjë. Insektet me pijame. Besojini planit djema. Faza e parë, era e grahave të bufes. Faza e dytë, super mburoja e hardhucës. Faza e tretë, super shiritat e Macokut. Ja, parmatosur dhe pa shpres. Ashtu?
Mendoj se nuk e prisje këtë, bufe. Po, e prisja. Ta kishit planifikuar më parë, do t'ishit përqendruar më shumë te magneti hënor. Magneti? E si bëri një flusk pa të? Gjë e rëndësishme është që shpëtuam ekspozitën. Ndaj kam fazën e 4. Kthehemi te baza për të festuar. Mendojnë se i njohin lëvizjet e mia? Dua t'u tregoj atyre insekteve me pijame diçka që nuk e kanë. Hapi syt, ne po luajmë kalla di branche. Ja keni idenë ju topa me qime se me kë keni të bëni këtu? Ti qënke mbretëresha e hënës? E po, kam një pallat atje lart. Mbretëresha e hënës, mbretëresha e hënës, na çon hënë, mbretëresha e hënës. Po bëni shaka, më duket. Nuk do të arrija kur të përqendrohesha me ju djema. Do t'ju qoj unë në han. Por nëse vërtetoni që ja vleni, merrni disa gjëra me këtë. Magnetin tim hënor. Muze ka plot gjërat e bukura hënore. Jo, të gjithë mund t'i marrin ato. Dua diçka që ndodhet në anën tjetër të qytetit, te parku. Më merrni diçka prej atje. Kapeni! A thua se do t'i çoj ndonjëherë në hënën time ata qenush të shpifur? Furnizuesi i fuqisë rezerv. E dija gjithmonë që do të më duaj. Ja dolëm! Një tjetër fitore për mirëbërësit. Mësum aktivitet të magnetit hënor? Mendoj se vajza Luna nuk di ku të ndaloj. Te muzeu, apo jo? Por parku është shumë larg në anën tjetër të qytetit. Por si e kanë shtë në dorë fëmijët tuaj qër magnetin? Më e rëndësishmja, si do t'u marrim atyre nga duart? Mendoj se do të thuash putrat, jo duart. Kam një plan tjetër, tek avioni i bufes. Au, rrotulluesen! Lisharset! Pemën! A duhet të bëjmë ndonjë gjë apo t'i lëm që të mundem vetë? Mbretëresha e hënës do të kënaqet shumë. Vajza Luna është mbretëresha e hënës, jo po që keni qime me zveshëve. Askush nuk tallet me mbretëreshën e hënës. Ajo na dha këtë magnetin fantastik. Dhe ne jemi këtu për t'u marrë mbrapsht. Super shpejtësia Machokut. Fuqia e ujqirve! Wow! Dikush ta ndaloj këtë gjën! Të ndihmoj me qef! Mos u nxitoni, e kemi një plan. Ti ke një plan? Sigurisht që kam. Ujqërit nuk janë të zgjuar. Ata do të provojnë sërish të njëjtën lëvizje. Ndaj dhe unë do përdor veten si karem. Tani! Kjo ishte fantastike! Ta provojmë së bashku! Fuqia hënore e ujqërve! Fuqia hënore e ujqërve! Roboti me pijame, na dërgo avionin e bufes! Po çfarë po bëjnë ata? Hedhje me magnet! Këtë nuk po e prisja. Për fat të mirë unë po, hipni! Ata pëlluan me magnetin hënor që as vajza Luna nuk i ka menduar. Na duhet të mendojmë si ujqërit. Dhe çfarë dëshiron çdo ujk? Të shkojnë në hën. Oh, jo! I humbëm ata! Duhet të shkojmë më larg që t'i shohim më mirë. E gjeta, do fluturojmë në hën! Koha për një xhiro hënore! Tani janë këtu, mund t'i çojmë ku të duam. T'i kthejmë te baza dhe të merremi me ta. Ej, hëna është lart! Nga Joan! Drejt hënës!
Ata kanë bërë rëmuj që kur vajza Luna ju dha magnetin. Ashtu është. Kjo më bën kurreshtare për arsye pse u dha. Roboti me pijame më trego muzeun. Tani. Pyes veten si po ju shkon atyre të veçelve me pijame gjuetia e ujqërve. Kjo më dha kohë të vendosa çfarë të vjedh. Të gjithë muzeun me kristalin tim hënor rezerv. Kristali hënor rezerv? Ja se si e bëri fluskën tek muzeu. A shkon kjo me planin tënd, Bufe? Nuk shkon. Këtë nuk e kisha planifikuar. Nuk mund të planifikosh gjithçka. Mund ta thuash përsëri atë. Ti nuk e pse planifikon për gjithçka. Dhe jo e vetme, ne jemi grup. E drejt. Vajza Luna do na kërkoj falje që na mashtroi. Hej, tani më erdhi një ide. Edhe mua. Nëse kjo është në rregull me... S'ka problem. Ma tregoj gjatë rrugës për te muzeu. Ha? Eja, për pak mbarova. Shpejtësia Machokut. Super muskujt e Gekos. Ha! Ju të rollat me pijame. Fluska ime hënore është e patepërtueshme. Atëherë unë mendoj se ti e më e zgjuar se ne. Dhe fiton ti. Mos e fajso shumë veten. Unë isha më e zgjuar se të gjithë sot, përfshirë edhe ujqërit patru. A thua se do t'i çoja ata në hën? Do të thuash. Hej, këquan patruti. Jo, prisni. Mund t'ju shpjegoj. Mos e merr mundimin madhëria juaj. Do t'ju largoj të gjithëve duke fluturuar. Duhet ta ndalojmë atë. Hungërima supersonike. Të gjithë së bashku. Ha! Era e krahëve të Bufes. Oh, nuk e dhe aq e madhe dhe kërcyese tani, zonja Flus. Super muskujt e Gekos. Ja se çfarë të gjen ku ngatrosh me fëmijët ujk. E she? Juhu! Idet e tua ishin fantastike, Geko. Ashtu ishin të gjitha idet. Edhe ujqërit na ndihmuan. Deri diku. Pa e pata, ti mirë vërës me pijame. Ju na shpëtuat ne. Si mund t'ju falenderojmë princesha me pijame? E po, si thoni sigur të mos shkaktoni më të lashe. U lodhëm shumë për këtë plan. Heroj me pijame për t'i sti ura. Sepse gjatë natës i shpëtuam të gjithë.